Vijon të jetë aktive vatra e zjarit që përfshiu prej pas drekës së të dielës vend depozitimin e mbetjeve në landfillin e Bushatit. Elvis Preqi, nënkryetari i Bashkisë VA-UDE-s, thot se nga mbikëqyrja e kamerave të sigurisë, zjarri nuk është i qëllimshëm. Gjatë ditës së djeshme është marrë një njoftim për një vatër zjarri në landfillin e Bushatit. Me njëherë janë paraqitur forcat zjarrfikse të Bashkisë VA-UDE-s, më pas kanë ardhur dhe forcat zjarrfikse të Bashkisë Shkodër, Lezhë, Kamës dhe Tiranë, të cilat gjej rastin t'i falenderoj. Zjarri ka vazhduar me intensitet lartë, kjo edhe për shkak të llojeve të mbetjeve që hillen në këtë landfill. Era e ka favorizuar shumë zjarrin pasi ka qenë me intensitet lartë. Kompania përgjegjëse ka kontaktuar dhe firma të zonës të cilët po bëjnë të mundur izolimin e vatrave me mjete të tonazhit lartë. Sipas mbikëqyrjeve të kamerave të sigurisë, zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm, gjithsesi vazhdon puna me mjet policisë dhe prokurorisë, të cilët do bëjnë verifikimet më të sakta. Edhe gjatë të hënës, forcat e zjarrfikseve ndodhen në terren ku po bëjnë të mundur izolimin e përhapjes së zjarrit, ndërsa flakët nuk janë vetëm në sipërfaqe, por edhe nën tokë. Kjo është situata e landfillit të Bushatit 24 orë pas rënies së zjarrit. Edhe pse po punojnë dy zjarrfikse të dy qarqeve, Shkodrës dhe Lezhës, përsëri vatra e zjarrit vazhdon të jetë aktive. Për TV1 Channel, nga landfilli i Bushatit, Manuel Gjokaj.